Ka thënë autori rahimahullah, thot al-wajibu ala al-mar'i luzumu an-nasihati lil-muslimina kaffa. Do thot njeriu e ka obligim që mos i ndahet asnjëherë këshillës dhe cilëtërsisë ndaj të gjithë muslimanëve. Wa tarku al-khiyanati lahum, edhe largimi prej tradhtisë ndaj tyre. Do të thënë kjo e tregon kuptimin e këshillës. Çka është kjo nasiha? Do të thënë pra që flitet në hadith, është cilëtërsia dhe sinqeriteti, drejtësia, që mos jetë dhe braktisja të kundërtës, kurse e kundërta është tradhtia. Do të thonë, kur e sheh dikon që është gabim edhe nuk e përmirëson gjendjen e tij, nuk e këshillon për atë që është më mirë, do të thonë kjo është tradhti, duke si thuhet, duke ja bërë rrafsh, duke ja zbukuruar rrugët e shkatrimit. Kjo padyshim se është tradhti ndaj muslimanëve. Ose gjithashtu mënyra tjetër është kur njeriu e shet keqen te vllai vet dhe nuk e përmirëson, pastaj e përmend këtë keqe të tjerët. Do të thënë kjo është pjesë e tradhtisë. Gjithashtu është edhe nëse e këshillon, edhe pastaj shkon te të tjerët, edhe thot ai ishte kështu, e kishte këtë devijim, unë e këshillova, i thash kështu, do thotë edhe kjo është pjesë e tradhtisë. Prandaj nasiha, do thotë këshill, cilëtërsi, sinqeritet dhe përmirësim i vërtet për muslimanët është që të jesh i cilëtër, do të thënë ta duash të mirën e tyre, duke u përpjekur në arritjen e kësaj të mire dhe jo në dëmtimin e tyre. Wa tarku al-khiyanati lahum ka thënë bil idmar wal qawl wal fi'l ma'an. Do të thënë mos ketë tradhti ndaj besimtarëve, qoftë ajo me diçka që e ka njeriu në zemër, ose me fjalë ose me vepra. Do thotë braktisja e tradhtisë në të gjitha mënyrat që nënkuptojnë tradhti. As me mendime të këqija, me dëshira për të bërë dëm, as me fjalë që i dëmtojnë, qoftë ajo direkt ndaj tyre ose mas shpine me fjalë, as me vepra që u bëjnë dëm muslimanëve. Do thonë kjo është pjesë e kësaj nasiha për cilën na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot autori rahimahullah se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka marrë besën prej sahabeve të tij, kur kanë ardhur e kanë pranuar islamin dhe ja kanë dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për islam dhe për qëndrueshmëri, ka thënë gjithashtu, do të thënë i ka marrë disa pika dhe një prej tyre ka thënë an-nushu li kulli muslim ma'a iqamati as-salah wa ita'i az-zakah, do thotë ti jesh këshillues i cilëtër, dashamirës, i drejtë ndaj secilit musliman. Edhe ta falësh namazin, ta japësh zakatin. Do të thonë këto kanë qenë pikat themelore, bazat, do thotë për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar prej sahabeve që ta japin besën për to, edhe të jenë të qëndrueshëm në këto.